këto përveç videove që janë bu virale në rrjetet tua sociale, domethënë e keni zonë fantastik. Ka e ke trashëgu këtë talent? Faleminderit Zotit për talentin, po e kem pak edhe traditë familjare. Okay, se këtu dishta më të pyeta, e ki dikon familje? Po e kem si traditë, po edhe kom punu. Ke punu gjatë rrugës me vete? Se talenti pa punë nuk shkon. Kur ka ajo periudha që ti veç fillove me ushtru këndimin si profesion, ose e mendove që kjo ka me qenë profesioni? Po kështu profesional, dhe më thonë me dasma, me angazhime, që nja 5 vjetë, po kështu si thmi e kom pas sef edhe se kom dalë asnjëherë. Gjithmonë ke këndu? Po. Çka ke këndu kur ke qenë i vogël, kështu që ta kujtojnë ndoshta? Po, unë 5-6 vjetë nështë të knojsha balade, thoshin shumirije, apo dhe kënëna i kongë për moshtë tonë. Po edhe në atë kohë kongë për të rritë. Edhe në qatë kohë ke këndu kongë të vujtshme? Po, prej fillimit të vujt. Po, a ke vujt shto? Jo, ja, kongë se jo.